Një ditë pas aksidentit rrugor të shënuar në aksin Hanihotit Vermosh, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan një 38 vjeçar banues në Rapsh, pasi duke drejtuar automjetin dhe për shkak të mos respektimit të distancës si dhe pamjes së kufizuar, ka përplasur mjetin bujqësor me drejtues një 74 vjeçar banues në fshatin Kush. Si pasojë e këtij aksidenti mbeti i dëmtuar 74 vjeçari, i cili u dërguar në spitalin e Shkodrës ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Po këta specialist proceduan edhe një 16 vjeçar, i cili u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Në Velipoj, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori, pasi kanë kallëzuar shtetaset TP 69 vjeçe banuese në Pulaj dhe DD 68 vjeçe banuese në Ishull Lezhë se një 76 vjeçar me inicialet AE banues në Shkodër dhe një 67 vjeçar me inicialet DL banues në Trush, sipas pretendimeve të dy denoncueseve, këto dy shtetas u kanë zaptuar një tokë truall në fshatin Pulaj Plazh Velipoj. Në malësi të madhe, specialistët për hetimin e krimeve proceduan penalisht një 35 vjeçar banues në Grut, pasi është kallëzuar nga një 74 vjeçar se i ka zaptuar një tokar në fshatin Omaraj duke rrethuar me rrjet teli dhe ka përshtatur për parkim, për të cilën ai disponon certifikat pronësie. Një 51 vjeçar u procedua për ushtrim dhune psikologjike ndaj bashkëshortes, e cila ishte larguar nga banesa në datën 18 prill. Kjo shtetase kreu denoncim në Komisariatin e Malësisë së Madhe. Ndërkohë në VAUND, specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 59 vjeçar dhe një 63 vjeçar për punime ndërtimi pa leje. Për të gjitha këto raste, materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.